Përshëndetje miq të dashur. E posh një ish akademik të LTK-s, du ishte duke fol për Hashim Thaçin edhe Mira Biçikën. Vetëm dëgjojnë me vëmendje poshtë zoti. Edhe Thaçi ne gjithë e dim, kur u arrestu në Vjenë, kur u shpall flet arresti, ishte duke shkuar në Amerikë, ta nënshkruan të ndarjen e Kosovës. Dhe ndalën tri shërbimet e 3 shteteve aleate të Kosovës. Pra, kjo e ka sjell Kosovën deri në atë gjendje që të thuhet se Veriu nuk është i Kosovës. Edhe tha Lumiri që mu vjen shumë keq edhe vjen shumë rënd, kur tha që mjaft është mjaft, Veriu nuk është i Kosovës. Nuk guxon ta thot një politikan shqiptar i Kosovës, edhe po të mos jetë. Edhe po të mos jetë Veriu i Kosovës, nuk guxon ta thot. Ti merren me men, prej 99-ës, Serbia nuk e ka në kontroll Kosovën dhe vazhdimisht thot Kosova është e jona. Dhe imagjinon një moment kur mund vi situata që ta rikthej Kosovën, që mendoj unë edhe ne gjithë do të mendojmë se kjo do të jetë e pamundur edhe Kosova kur s'do të kthehet, por nuk guxon një politikan shqiptar i Kosovës të thotë Veriu nuk është i Kosovës. Është shumë Dëgjoni vëllazën. Na si diasporë, si populli i Kosovës, Shqipëri, Maqedoni, mbar botën, anë mban botën, mundohem me mbrojt me mishë me shpirt Kosovën, me këtë çka kemi, deputet tonë që paguhen nga parat tona, thonë Kosova s'është e jonë, Mitrovica më falni, s'është e jonja. Ky është turpi i botës, për ta njerëz. Respekt për secilin.